kom thonë se si është e mundshme gjithmonë ndodh diçka para një ngjarje. Si që jemi të themi në këtë rast mbajtjen e kuvendit, Federatën e Futbollit. E mbi gjithash, ne tani kemi edhe një muj, jemi para një themi ngjarje shumë të rëndësishme sportive për shtetin e Kosovës, se kemi themi play-offin me kombëtarën slovak. Tani aty mbrenda, a kom desh për para kësë ngjarje sportive. A pas ndeshje kjo po bët po këto me arsye të veçantë ka një tendencë. Kështu. Tendencë ne shqiptarët jemi të prirë, do me thonë, kështu të kemi fenomene të shumëta. Kujt i konvenon, zotri Veliu, kjo? Edhe dukuri, ta shqyqo. Kujt i konvenon kjo të prishet? Ai tregon ti mu se s'ka ndodhur një para çdo kuvendi na kem bisedë, diskutim, lëshim atje, ministria, lëshim këndel, lëshim andel gjithmonë, te ne po shfaqet para një. Ku është interesi gjithë kësaj? Për atë duhet ligji, paraprakisht të dalë në diskutim, paraprakisht të shkojnë kuadër të ekspertëve, të jurisprudencës, të dalën debat në paneleve të cilët e njohin ligjin e sportit, po ashtu dhe të jenë pjesë ekspertët të sportit, njerëz të cilët e njohin mirë sportin. Unë e kom pa atje janë mbledhë në ministri ekspertët shumë themi edhe të jurisprudencës edhe të fushës të sportit për këtë strategjinë e sportit. Tash unë çata njerëz që janë mbledhë aty, prej tyne unë i njoh të gjithë. Asnjë prej tyne asnjë nuk ka sjellë ndonjë projekt. Asnjë nuk ka prezantuar ndonjë program. Asnjë s'ka pas ndonjë plan zhvillimor të sportit. Na jemi këtu ku jemi. Tash unë s'po them se Komiteti Olimpik apo merr vesh edhe ai nuk duhet t'i japë llogari, po e ka autonominë e vet. Mirë tha zoti, ai e ka autonominë e vet. Edhe ajo nuk licencohet se është ambrelle sportit të shtetit. Mirë, po këto organizata tjera, patjetër duhet të jenë brenda ligjit të sportit. Unë jam që të ekzistojë apo merr vesh, po duhet më herët. Ma herët të korespondohet edhe Ministria dhe Federat. E këtë pjesën e ma herët e ka potencuar dhe letra e... Ka ndodhë të licencimi, ta shpëndodhë të harmonizimi. Se me ndodhë para një kuvendi? Ajo mirë tha, duhet me thonë atje agencioni i sportit, ose inspektorati i sportit, duhet me pas korespondencë me këta federatat ose organizatat e sportit. Neni, ky paragrafi i 9 i kësaj shkresës UEFA-s dhe FIFA-s e përbashkët në drejtim të Federatës së Futbollit të Kosovës dhe Ajris, po të lidhi ty me një herë. Në këtë drejtim e konsiderojmë të jetë shqetësuese që pas kuvendit jashtëzakonshëm 11 gushti 2025, MKRS-ja vetëm 12 janar 2026, pra vetëm disa javë para zgjedhjeve të FFK-s të planifikuara me 5 shkurt, ka kërkuar ndryshime thelbësore statutin e FFK-s. Janë dikon ja 5 muaj